Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesi, ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Avokati i popullit Igli Totozani nga Gjirokastra ka theksuar se debati për emigrantët nuk ka hyrë në rrugën e duhur. Do të ndihmojmë çdo njeri që kërkon ndihmë, është shprehur avokati i popullit. Avokati i popullit Igli Totozani nga Gjirokastra ka theksuar se debati për emigrantët nuk ka hyrë në rrugën e duhur. Nuk është çështje sigurie, por e të drejtave të njeriut, është shprehur Totozani. Institucioni i avokatit të popullit ka një plan që do të zbatohet pikë për pikë. Kompetenca e avokatit të popullit është vetëm mbrojtja e çdo qytetari që shkel në territorin shqiptar. Do të ndihmojmë çdo njeri që kërkon ndihmë vetëm mediatikisht që ka një plan masash, por për avokatin e popullit merr rëndësi është transparenca nga institucionet, sepse deri më tani ne nuk dimë asgjë dhe nuk na është ofruar asgjë nga institucionet të cilat kanë për detyrë informimin, ka shtuar Totozani. Në Shqipëri është duke u folur shumë dhe mendojmë se është një debat i cili nuk ka hyrë në rrugën e duhur. Pra kjo nuk është një çështje thjesht sigurie, por mbi të gjitha është një çështje e të drejtave të njeriut dhe institucionet shtetërore, avokati i popullit, shoqëria civile, mediat, qytetarët duhet ta trajtojnë si një çështje të drejtave të njeriut. Dhe nëse do të trajtohet kështu, aspekti kryesor i cili duhet të ketë kujdesin e të gjithëve është pikërisht zbatimi i standardeve të drejtave të njeriut të parashikuar në legjislacionin shqiptar dhe në konventat që ka aderuar Shqipëria, siç është konventa e Kombëve të Bashkuara për Refugjatët e 51-it apo dhe protokolli i saj i 67-s. Në këtë kuadër, institucioni i avokatit të popullit ka një plan veprimi të vetin, të ngjashëm dhe të përbashkët edhe me ombudsmanët e tjerë në rajon, i cili do të zbatohet pikë për pikë në bashkëpunim me shoqërinë civile, me mediat, me institucionet e tjera publike. Nuk jam një institucion, nuk përfaqësoj një institucion i cili është në varësi të institucioneve që kryejnë politika në Shqipëri. Ne nuk bëjmë politika, ne jemi institucion i cili ka për mandat të tij të mbrojë dhe të promovojë të drejtat e njeriut. Në këtë kuptim ne kemi një kompetencë territoriale në momentin që një qenie njerëzore fut këmbën brenda kufirit të Republikës së Shqipërisë, ai ka dhe do të gëzojë menjëherë mbrojtjen e institucionit të avokatit të popullit. Apelin ne bëjmë, por unë mendoj se të gjithë qytetarët shqiptarë kanë treguar me prova dhe ne kemi treguar me prova që në rastet kur në territorin tonë paraqiten njerëz cilët kanë nevojë për ndihmë, ne besoj dhe jam i bindur që do të ndihmojmë çdo njeri që do të ketë nevojë, do të kërkojë ndihmën tonë. Për sa i përket mirëseardhjes, unë mendoj që Shqipëria duhet të jetë e hapur ndaj çdo njeriu që kërkon mbrojtje ndërkombëtare dhe duhet zbatojë të gjitha ato parime dhe standarde ndërkombëtare tek të cilët ajo beson dhe të cilët ajo i ka ratifikuar zyrtarisht. Pikërisht për këtë arsye ne kërkojmë që ne kemi bërë një vizitë monitoruese sot, kemi parë përgatitjet që janë në terren, mediatikisht që ka një plan masash të cilit prej disa kohësh po e kërkojmë që të na vihet në dispozicion në mënyrë që ta monitorojmë, mendojmë se ka nevojë për më shumë transparencë nga institucionet shtetërore që trajtojnë këtë çështje ndaj avokatit të popullit, ndaj publikut, ndaj shoqërisë civile, sepse është një nga ato çështje të cilat duhen përballuar bashkarisht. Por mbetem me ide që ne duhet të jemi të hapur dhe mikpritës ndaj çdo individi që ka nevojë dhe kërkon ndihmë ndërkombëtare. Kjo është një nga gjërat që drejtën e shqetësojnë institucionin tonë, sepse ne mendojmë që ekzistenca e një institucioni të tillë është një favor shumë i madh për qytetarët shqiptar dhe për institucionet shtetërore, sepse është një institucion që ka prej vitesh një ekspertizë në drejtat e njeriut. Mendojmë se çdo akt ligjor, çdo vendim i Këshillit të Ministrave, çdo ligj që prek ose ka të bëjë me të drejtat e njeriut, ai duhet menjëherë t'i kalojë për mendim institucionit të avokatit të popullit. Ky akt ne nuk na ka ardhur. Është shpejt të gjykojmë për arsye se nuk e kemi këtë akt. Ajo që mund t'ju them në parim është që struktura, apeli ndaj ankesave të kërkuesve të azilit duhet të jenë struktura të pavarura dhe në radhë të parë ne mendojmë që duhet të jetë gjykata. Ky është parimi. Pastaj do të shikojmë se si është
do të kërkojmë aktin të njëjemi me të dhe si është parashikuar aty në mënyrë zgjeruar. Por si parim nuk mundet do të ishte përgjigjja e dur ose trajtimi i dur i rasteve të apelit duhet vinë nga një institucion i pavarur nga ekzekutivi dhe mendojmë që ajo do të jetë gjykata. Avokati i popullit do të jetë sërish në Gjirokastër dhe në të gjitha qytetet e tjera kufitare për të parë nga afër kushtet dhe hapësirat që do të planifikohen për të pritur refugjatët. Prindrit e efektivit të FNSH-s Eduard Budini, arrestuar një ditë më parë, pranojnë se i biri i tyre e ka ndërmarrë këtë veprim, ndoshta i shtyr nga gjendja e mirë ekonomike që përjeton familja Budini. Prindrit e efektivit të FNSH-s Eduard Budini, arrestuar një ditë më parë, pranojnë se i biri i tyre e ka ndërmarrë këtë veprim, ndoshta i shtyr nga gjendja e mirë ekonomike që përjeton familja. Bujqet një vjeçare ndaj që e gjuhë të shtëpisë, probleme familjare që ka me të shoqen, detyrime që ka për familjet e vetë, kredin disa milionëshe që ka marrë tek një bankë, kanë qenë arsye që kanë shtyrë Eduardin që të ndërmerrë veprimin në muajin nëntor të vitit të kaluar ku gabiti me armë. Eduardi është arrestuar nga kolegët e tij të Gjirokastrës, teksa ata mbërriten në këtë vend që po shikojnë që është reparti po të ndërhyjes së shpejtë FNSH në orët e mesditës së djeshme. Sipas prindërve, Eduardi kishte shoqur tension kohët e fundit për shkak të presionit që ushtroi i zoti shtëpisë tek familjarët e vet për të shlyrë që në gjengjerit pa paguar për nëse një viti. Sipas të detatit e Eduardit, këj fundit në prindër dënueshëm ka ndërmarrë i shtyrë nga këto hallë dhe mungesa e një alternative tjetër për të mbjetuar mendjet e papunë që jemi. Veprimi nuk ishte i mirë që veproj. S'duhet ta kishte bërë atë veprim. Më mirë mua më kishin nxjerrë jashtë, ai zoti shtëpisë. Të dilja me plaçka jashtë. Të jetoja një kasolle, po që se është futur për ne për qëranë në shtëpisë tonë, se kemi një vit afërsisht pa la qëranë. Kemi 4 muaj pa la dritat, buri pa punë, unë jam me smur, unë jam me tension, me zëmbër, unë pa ilaçe jam për vetë time. Kemi vajtur në bashki, jemi ankuar. Jemi me qëra, pa punë të patën, na futën ne, një nga ne në punë. S'ka punë na thonë. Kur ka ardhur puna votën ja kam dhënë Klementin, ndonit aty votën. Atëherë së Partia Socialiste, djali vërtet ishte në rrogë, po djali kishte hallet e tija. Se djali ishte ndar nga neve. Djali s'ka jetuar me mua, djali 3 muaj ka që po jeton me mua. Djali ka qenë me gruan. 3 muaj që Po që ka ardhur këtu, ishte në Fier djali, rinte në Fier me punë. Tani ai ka ardhur në Dargo, 3 muaj ka që po limeni djali këtu. Djali ka një fëmijë në mes, ka edhe detyrime djali, do t'i jap asaj fëmijës që ka lënë atje. Po jashtë do hante, po një kredi djali e kishte marrë i mbanin. Çfarë ndimet më jepte mua djali? Qysh jetosha unë djalit? Iko djalë vitë ti më jep mua. Kështu jetosha unë djalit. Unë se bëja një të tillë. Unë e dia se djalë kisha. Djali nuk ka patur vetë për dorë. Kur? Se si e bëri atë dhe unë nuk e di. Se si ka qenë, se si ashtu, se ne e bëri na gjendja ekonomike që jemi ne në këtë gjendje. Një pa këto 3 muaj gjendjen tonë ekonomike tur për shtatuash, po unë po i marr të tramedist. Është edhe ai aty që ka lokali 1 metër aty, po do i pyet edhe ata aty që të besoni. Masa e pak gjendjen tonë kshu ai, që ran pa lar, masa detyruar bëri të veprim. Se djalin se kam patur me shoqërinë ka shkuar. Që të jetë zë me njeri jo, që të ketë vjetur një gjë këtu në lagje, unë po 25-30 vjetë në këtë lagje këtu. Ne nuk jemi ngatëruar, si të them, për një gjë të vogël, ama lagja e tërë në gojë këtu. Po do me interviste lagje, me jeri 3 lagja shpi që me foli. Që unë njojmë se është njerësini tani, fëmija e bën, po e bëri aje ka bën aje keqja. Jo se është djali tillë. Ai po që se ishte të kishte këto vesë, ai ka jetuar me shok, ai ka jetuar në Afganistan. Ai ka vatur në Irak, ai ka ndetur me shok në Zalher 7 vjet, po që se ky ishte i tili, do ta kishte bërë të veprim, do ishte njollosur me një shok. Po ky s'është i tili. Prap në Fier ka 1 vit e 3 muaj në forcat e ndërhyrjes shpejt me shok, shko këtu me shok. Ai që ka e ka të ves. Se si u arriti kjo punë, ai po e ka bër, ai e ka bër vetëm afërkallë ku jon. Ne sa të morën vesh këtë lajm, ne jemi tronditur shpirtërisht, si unë dhe gruaja. Ne djalin, me gjithë hallet që kemi, familjare, të hallet shumë të rënda, me qira të pashlyer, rreth mbi gati hym në muajin e 10 pashlyer, sepse s'kemi të ardhura tjera, punë stabil s'kemi, në bashkim kemi kërkuar për një vend pune, s'është dhënë drejta. Djalin e kishim në holl në ekonomia, me si e rregulluam që sollëm këtu në Dragot, dhe përsëri e kishim atë një djalë i vajzë që kam patur, të 2, por kur eri puna, me të dëgjuar të lajmë jemi berë pikëlluar në mënyrë
të llaftarshme, por nuk di që të them një tjetër veç se kërkoj nga ana e drejtësisë që ta gjykoj drejtësisht, sepse fëmia ju në ligj s'ka qenë kurrë në kurrës ndonjëherë për këto veprime nuk është shfaqur dhe nuk është dënuar në Budini, në dorë të parabullimit të komisarit të policisë së Gjirokastrës në pritje të ekstradimit të tij nga policia e kryeqytetit. Ai ka shërbyer në 13 vitet e fundit në forcat e armatosura dhe gratë të policisë së shtetit në repartin e PNSH në Fier, dhe prej një viti e gjysmë në PNSH Dragotit në Tepelen. Eduardi ka ndërmarrë të gjitha etapat e kursit të planuar për komando në Sahel dhe ka shërbyer si komando në misionet paqëruese në Afganistan dhe Irak. Raportet me shoqjen e tij janë afaruar së shumti prej disa muajsh dhe ndodhen në pranë divorci, shprehën prindrit. Kriza e refugjatëve është kthyer sot në temën e ditës. Qytetarët shqiptarë shpesh janë shprehur se ne duhet të hapim dyert dhe të tregojmë të njëjtën dashamirësi që kanë treguar me ne në periudha të ndryshme të tranzicionit vendet e tjera. Kriza e refugjatëve është kthyer sot në temën e ditës dhe kudo njehemi me vojtjet e refugjatëve të cilët janë larguar luftës dhe kërkojnë strehim në vendet e ballkanike e mëngjerë në Europë. Qytetarët shqiptar shpesh janë shprehur se ne duhet të hapim dyert dhe të tregojmë të njëjtën dashamirësi që kanë treguar me ne në periudha të ndryshme të tranzicionit vendet e tjera. Të njëjtit mendim janë edhe qytetarët Gjirokastrit, të cilët thonë se po, kufi duhet të hapen. Për mua po. Siç na pritën ne, ti presim dhe ne ata. Patjetër më duhet na hapen. Tani po të duam kushtet i krijojmë, janë dhe ata njerëz. Po varet. Është si mendojnë politikanët. Po tash nga ana duhet i presim. Është një çështje që përket të zgjidhjet politike. Më mirë nga neve. Nga ana tjetër, vetë migrantët shprehen se janë të lodhur dhe se po qëndrojnë në kushte mjaft të vështira prej disa javësh. Në kampin e ngritur në Idomeni po qëndrojnë aktualisht 12.000 azilkërkues. Muti i lagësht ka bërë që shumë prej tyre të vuajnë nga komplikacionet shëndetësore, ndërkohë që mjekët japin alarmin se mungesa e kushteve higjienike mund të çojë në përhapjen e sëmundjeve epidemike. Emigrantët thonë se nuk kanë asnjë plan dhe se ndihen mjaft të lodhur. Azilkërkuesit shpresojnë që samiti i radhës për emigrantët, që do të mbahet në Bruksel përgjatë datave 17 dhe 18 mars, të sjellë ndonjë lajm pozitiv për ta. Shumë prej tyre janë shprehur se në rast se nuk do të ketë një vendim për hapjen e kufive, ata do të kthehen më pas në Athinë. Qeveria greke gjendet një pozitë mjaft të vështirë në kushtet ku kufit janë mbyllur dhe qindra azilkërkues mbërrin çdo ditë në ishujt Helen. Do të vijojmë me një tjetër informacion. Teatri e kinematografia shqiptare, por në mënyrë të veçantë Teatri i Gjirokastrës, humbi një tjetër personalitet të shquar, aktorin Aleksandër Pogaçe. Homazhe në nder të tij janë kryer sot në Teatrin Zihni Sako. Teatri e kinematografia shqiptare, por në mënyrë të veçantë Teatri i Gjirokastrës, humbi një tjetër personalitet të spikatur, aktorin Aleksandër Pogaçe. Pogaçe u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare, por la pas një krijimtari të gjallë dhe që nuk do të shuaj kur nga zemra e çdo qytetari shqiptar rolet e tij të mrekullueshme. Në Teatrin e qytetit të Gjirokastrës, atje ku Pogaçe kaloi një pjesë të madhe të jetës së tij, janë mbajtur omazhe në nder të veprës së shquar të aktorit të madh. Koleg, intelektuale, shumë qytetar kanë nderuar sot aktorin shqiptar duke shprehur edhe dhimbjen për humbjen e një prej artistëve të mëdhenj që i dha shumë kinematografisë shqiptare. Sandrin e kam patur shok në ngushtë dhe kanë gjë që populli sot një shpreh që ndjesh pas. Ndjesh do me thënë falje të ketë. Por kjo nuk mjafton. Sandri ka qenë një aktor i mrekullueshëm, për mua ka qenë një shok të dhome, ku do gjinim në çdo hotel në Tonere, më se thash ai ishte vetëm me mua, dhe në kabinën e teatrit, kemi ne aktorët kabinat tona, ne ishim bashkë, ka qenë një këmbgulës, ka qenë egoist për punën, që është diçka pozitive, dhe po të theme që ka lënë figurat të mrekullueshme. Një humbje përsëri e madhe dhe e parakohshme. Nuk ishte momenti që Sandri të shkëputej nga skena dhe nga radhët e aktorëve, pasi ne bënim planet të tjera. Mendonim që Sandrin të aktivizonim përsëri me një rol në një pjesë të ardhshme që do të vinim në skenë. Sandri erdhi nga qyteti i Fierit, por zuri një vend shumë të madh në skenën e teatrit. Krahas korifejve po i quaj të teatrit ton, zuri po aq madhërisëm, zuri vend edhe Sandri. Për mua ishte privilegj të isha bashkëshortja e tij gati në çdo premier.
dhe kanë qenë bresa të paharruara, ishte një aktor potencial, krijues, me një vizion të jashtëzakonshëm, nuk duronte dot pa aftësinë, ignorancën, ishte një qytetar i mirëfillt. Vërtet është një humbje, i lehtë i qoftë dheu. Pas largimit të Teli Stefanit, largimi Aleksandr Pogaça sigurisht i përbën një shqetësim për jetën artistike të qytetit, pavarësisht se ai kishte kohë që nuk aktivizohej. Aleksandri dha një kontribut gati qerek shekullor në Gjirokastër, 25 vjet, jo vetëm në teatr, po dhe në estradë. Ndërkohë që për publikun gjirokastrit njihet edhe si një nga aktorët më të mirë të filmit shqiptar, me një kontribut të jashtëzakonshëm dhe me një figurë emblematike siç është ajo e Mufit Bejlibovës. Aleksandri do të mbahet mend si një talent, si njeri shumë bashkëpunëtor dhe si njeri që ndihmoi brezat e rinj. Skena shqiptare në përgjithësi, por veçanërisht ajo gjirokastrite humbi një personalitet shumë veçantë, siç është artisti Pogaça, që me humorin e tij, por edhe me rolet e tij dramatike, ka kënaqur gjithë komunitetin ton, gjithë Shqipërinë ton, dhe të tilla personalitete do të ngelen gjithmonë të paharruara. I paharruar qoftë kujtimi i tij. Aktori Pogaça ka luajtur në shumë filma, mes tyre Guri i Besës, Një emër midis njerëzve, Thesari, Kërcënimi, Plumba e Perandorit, Dëshmorët e monumenteve e shumë filma të tjerë. Drejtori i përgjithshëm i kufirit dhe emigracionit Genc Merepeza është shprehur se aktualisht janë identifikuar 3 pika ku do të stacionohen refugjatët sirian në rast se ata do të kalojnë përmes Shqipërisë. Këto pika janë në afërsi të kufirit me Greqinë dhe në fshatrat Gërhot dhe Arshilengo. Drejtori i përgjithshëm i kufirit dhe emigracionit Genc Merepeza është shprehur se aktualisht janë identifikuar 3 pika ku do të stacionohen refugjatët sirian në rast se ata do të kalojnë përmes Shqipërisë. Këto pika janë në afërsi të kufirit me Greqinë dhe në fshatat Gërhot dhe Arshilengo. Gjatë fjalës së tij, Genc Merepeza është shprehur nga grupi ndërministror janë identifikuar 3 vende në Gjirokastër për të qenë afër vendit ku do të ngrihen. Është në Gërhot, Arshilengo dhe në afërsi të pikës së kalimit. Nëse do të kemi një fluks, do të jetë qendra e pritjes fillestare të emigrantëve. Janë të identifikuara dhe në momentin që do të bëjnë gongu, janë çadra për të ngritur dhe brenda ditës montohen. Nuk ka kampe të ngritura, logjistika është gati në Korçë Gjirokastër. Nuk kemi çeduar në të drejtat për azil. 111 shteta sirian bën kërkesë për azil vitin e kaluar. Drejtori Merepeza gjithashtu ka thënë se në pikat e policisë kombëtare po instalohen 15 skanera për marrjen e gjumëve të gishtave të refugjatëve që do të hyjnë në Shqipëri. Kur thash që do të bëhet me urën e kontrollit me marrjen e gjumëve të gështrinjve, po ndaj një informacion me ju që 15 skanera për marrjen e gjumëve të gishtave po instalohen në policinë kufitare. Do me thënë, është një pjesë që po vjen, por një listë voluminoze me nevojat që ne kemi i është dhënë ndërkombëtarëve, është shprehur drejtori i përgjithshëm Genc Merepeza. Zonja dhe zotrinj, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Bashkë mirupafshim.